Përshëndetje çuna dhe goca, sot jemi rikthyer këtu me videon tjetër me FIFA, ku ka dalë eventi i ri që quhet Aqua vs Inferno. E ula zërin për shkak të copyrightit. Besojmë t'jetë eventi i mirë, shpresojmë. Kam shkuar 112 overa. Marrim Mascherano, marrim dhe 500 diamante, plus do marrim dhe diamantet e ligës. Okej. Shkojmë këtu. 6300 diamante, 11.000 kështu. Collect. 2000, i pas kam bërë dhe këto kështu me të marrë mesazhet 500 dhe 250, okej. E ishim këtu. Shkojmë marrim edhe 5000 diamante. Exchange, apo, po. Këtu. 2500. Dhe këtu. 1000. Okej. Si fillim do hyjmë njërë tek eventi, që të shikojmë çfarë ka dalë re. Team Inferno apo Aqua. Po zgjatë këta të Peles. Okej. Na doli Maldini këtu dhe pse zodhën Pelen, por s'ka gjë. Po t'i plotson kemi këto, mirë kemi 2 Mascherano, 1 diamante, 300 nuk e di që shumë këto. Nuk po m'jeni emri për këto. 500 diamante tjera dhe 100.000 coinsa. Pastaj kemi dhe dhuratat këtu. Vazhdojmë te Skill Master. Draw 5 game, do në dil parazim 5 loja, okej. Mirë kemi dhurata. Këtu majmë 50 Aqua vs Inferno token. Mbledhim këto. Dhe këtu pasaj me dhurata, shkojmë të rewards. Okej. Kjo, free 5 Aqua vs Inferno. Okej. Prap free, ja. Pasi ishte free prap. Këtu nuk e di qa bëhet, por kalojmë tek galeria. Pas ka dalë Cannavaro me 1.000, se thash 11.000, 1.000, mos ma vini re, 1.000, Aqua vs Inferno Shard, ka dalë Di Maria me 800 Aqua vs Inferno Shard, Hazardi me 1.000, Hernandez me 500, Matuidi me 500, Fernandez me 450, Kobeli me 800, Brandi me 300, Jimenez me 200, Bardley me 200, Martinez me 200, Zaremari me 200, Sanea me 200, McGregor me 200, Urgrade me 200 edhe Romeni me 200. Okej, nice. Tani shkojmë tek Store. Nuk e di që dola këtu. Paka me 3000 diamante. 104 dhe 109. Nice. Okej, po se del prap ky verton ku që kemi pasë njerë. Shpresoj një lojtari mirë, hajde. Fati mirë, inshallah. Okej. Hajde. Anglez. Rëme. I Chelsea-t. Madueke. Lesht. Hapim edhe 2 në këto. 2 sepse një po hap më shumë. Nuk do t'ja rgjoja diamante gjitha. Nuk e di që shteti ishte. Edhe ky
202-sha. Keq, dobët shumë. Shkojmë të exchange-i. Do t'i sharcat akoma këtu, po... I morëm dhe 30 sharca. Extra time token. Running këtu. Start pass new. Etoja 110. Okej. Shkojmë të extra time që do të ndryshuar në një gjë. Okej. Mos harroni të bëni sa më shumë like, subscribe, shtypini dhe zilën. Okej. Me 5.000 kjo dhe me 4.000 kjo. Do provoj të mbledh 10.000. Shkojmë të një divizioni valc. Okej. What? Sa pas ka ndryshu. Play. Po bëjmë një loj. Që të provojmë. Ja. Dhe kundërshtari. Të më fush tani dhe lojtar të ri që ka të quar overrun 112, ka qenë me Kalesteri, po ka marrë dhe Kestels 106. Epa. Leaking in, Cruyff, Diaz. Qa goditja që diqme. Okej. Se pas me një vend aty të FIFA që po ndryshonin taktikat dhe gjerat. Shërki. Po gjuat një zhurmë, nuk e di që po bet, apo presin ndrua, nuk e di. E bëri prap golin tjetër Luis Diazi, shumë e lehtë kjo ndeshje. Kabela. Mangabula. Bellingham. Carval. Leaking in. Leaking in e ka marrë topin që nga mes fusha. E bëri super gol. Diaz. Cruyff. Se bradet me parabël. Vëlla. Bryce Mendes. Golasso. Diaz. Qa bën ky më valla? Si ka mundsi edhe që parë me Cruyffin, apo nuk e gjirova, sepse po bëj shumë zhurmë. Nga këto çfarë thash para, po presin ndrua, nuk e di ç'a po bëjnë. Po Cruyffi doli me port bosha dhe rroku shtyllën. Grimaldo. Travers. Diaz. Fall. Ndorë portierit. Cruyff. Gol. Cruyff shënon golin e 5. Kabela. Okej, mbaroi edhe ndeshja 5-0. Match win plus 3.
Okej. Okej. Pra këtu jemi në vendin e 14. Nice. Info. Okej. Okej, nice. Weekly rewards. Top 15 marrim këto, top 10. Shtohem kështu me radhë. Okej, po të janë vetëm për amateur treshin, janë vetëm këto, do më thënë, po vajtet e njësh të top 1 merr 900, po kur vetet e amateur 2 njëshi edhe pro kështu me radhë të rriten. Këtu më shumë gjëra, nice. Ne kemi lojtar plot. Nice. Super. Kemi dhurat, what? Këtë do në thot play, po unë nuk po e luaj, kështu që kjo ishte edhe video, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe shihemi në videon radhës. Bye bye.